Pse Zoti e krijoi gruan nga brinja e Ademit dhe nuk e krijoi edhe atë nga balta? Ne kemi dhënë përgjigjen për këtë në hutbë xhumaja dhe kemi thënë: Allahu xhelalu e krijoi njeriu e parë pa babë dhe pa nën. Allahu e krijoi njeriu e dytë, Havan, Evën, me babë pa nën. Allahu krijoi gjithë njerëzimin me nën dhe me babë. Allahu krijoi Jezusin, Isain alayhis salam me nën pa babë. Pra gjitha alternativat me fuqinë e Zotit funksionojnë. Pa babë dhe pa nën, Ademi alayhis salam. Me babë pa nën, Havaja. Me babë dhe me nën, gjithë njerëzimi kishte mbet vetëm një alternativë. Cila ishte? Me nën pa babë. E krijoi Isain alayhis salam me nën pa babë. Pse është ai pa babë nuk do të thotë se është biri i Zotit sipas Islamit. Sepse Eva, Havaja, pse është pa nën nuk do të thotë se është goca e Zotit. Ademi alayhis salam, pse është pa babë dhe pa nën nuk do të thotë se është biri i Zotit. Apo jo? S'ka lidhje krijimi i Zotit. Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adem, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Shembulli i Jezusit, Isait alayhis salam te Zoti është si shembulli i Ademit. E krijoi Ademin nga balta dhe i tha bëhu dhe u bë. Dhe Isain alayhis salam Jezusin e krijoi nga nëna, bëhu dhe u bë, u kriju. Siç e krijoi Havan nga brinja e Ademit. A ka ndonjë urtësi pse e krijoi nga brinja e Ademit? Ka urtësi. Dhe pse nuk e krijoi nga balta, siç thot vllajon që ka bë pyetjen. Nuk e krijoi nga balta se nuk është e pavarur femra. Nuk është qenie e pavarur. Ajo funksionon me mashkullin, me burrin. Të dy bashkë krijojnë jetën. Për këtë arsye nuk e krijoi nga balta, po e krijoi nga njeriu. Sepse mashkulli dhe femra sjellin jetën, sjellin njerëzimin. Po t'ishte Ademi në vete, po t'ishte Havaja në vete, duke sikur mashkulli mund sjelli jetë me mashkull dhe femra mund sjelli jetë me femër. Kjo nuk funksionon. As në ligjet e Zotit, as në ligjet e logjikës, as në ligjet e arsyes, as në ligjet e fizikës, as në ligjet e ku dëgjon. Atë u krijua Ademi alayhi salatu selam dhe u krijua bashkëshortja e tij, prej tij, se më thon kjo të plotson ty. Dhe ju tha Havas indirekt, ti funksionon kur ke burr. Bashkohet një mashkull dhe një femër dhe krijohet jeta, krijohet familja e kështu me radhë. Ndërsa nëse bashkohet një femër dhe një femër, nuk ka jetë. Nëse bashkohet një mashkull dhe një mashkull, nuk ka jetë. Jeta vjen mes një mashkulli edhe një femre. E krijoi nga brinja e tij, e kemi thënë hutbet xhumas, për t'i treguar njeriu se femra është me të në misionin e adhurimit të Zotit, kënaqësisë Zotit, në misionin e rregullimit të jetës në tokë, janë bashkë, krah për krah. Dhe nuk e krijoi nga këmba e burrit që burri ta shkeli me këmbë. Pas nuk e krijoi nga koka e burrit që gryja të jepin qafë. E krijoi nga brinja, pra për të bashkë. Dhe e krijoi nga një brinjë e burrit për treguar që peshën më të madhe kush e ka? Burri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Burrat janë ata cilët udhëheqin, menaxhojnë dhe drejtojnë familjen. Pra peshën më të madhe dhe përgjegjësinë më të madhe në familje kush e ka? E ka burri, e ka kryefamiljari, e ka bashkëshorti.